Dashi. Vështirësitë më të mëdha gjatë kësaj dite do vinë nga fakti se nuk do arrini të merrni vendimet e duhura në kohën e duhur. Shpesh do ndiheni të paqartë dhe në disa momente edhe të lëshuar plotësisht, sikur energjia t'ju mungojë. Nëse jeta juaj në çift është bërë monotone, e trisht dhe i mungon emocioni, duhet të bëni gjithçka që keni në dorë për ta ndryshuar situatën. Nëse i lini gjërat pas dore, më vonë mund të përballeni me probleme serioze dhe keqkuptime të thella. Ju beqarët do preferoni aventura kalimtare gjatë kësaj dite dhe nuk do ndiheni ende gati për të nisur një lidhje të qëndrueshme. Në punë do bëni të gjitha përpjekjet për të kapërcyer pengesat dhe, edhe pse do lodheni, në fund do ja dilni mban. Yjet do bashkohen në favorin tuaj dhe do ju mbështesin sidomos në planin financiar, duke ju dhënë mundësi për më shumë stabilitet. Shëndeti, do ndiheni her pas here të lodhur mendërisht. Kujdesuni për pushimin dhe shmangni stresin e panevojshëm. Këshilla, mos merrni vendime të nxituara. Jepini vetes kohë për të reflektuar para çdo hapi. Demi. Sot yjet do ju bëjnë të ndiheni si yje Hollywoodi dhe kjo do ju rrisë ndjeshëm vetbesimin, por edhe dëshirën për të mburur. Nëse keni një lidhje, do mendoni se jeni gjithmonë mbi partnerin dhe mund ta kritikoni atë pa e kuptuar. Vetëm në mbrëmje, kur të vini re se ai do qëndrojë në heshtje dhe nuk do ju flas, do filloni të reflektoni dhe do kuptoni gabimet tuaja. Ju beqarët do keni disa debate me miqt, të cilët pa dashje do ju prishin planet për joshje. Në përgjithësi, dita do kaloj pa ndonjë ngjarje të veçantë. Në punë nuk do arrini të përfundoni detyrat që ju janë dhënë dhe kjo mund të sjellë probleme serioze. Madje mund të vihet në pikpyetje edhe vazhdimësia juaj në atë kompani. Financat do jenë të trazuara dhe mund të detyroheni të merrni para hua për t'ia dalë mban. Shëndeti, tensioni nervor do jetë i lartë. Kujdesuni për qetësinë tuaj emocionale. Këshilla, ulni tonin e kritikave dhe tregohuni më të përulur me ata që keni pranë. Binjakët. Gjatë kësaj dite do i merrni gjërat si t'ju vinë dhe nuk do mendoni shumë për të ardhmen e largët. Shumë persona do ju admirojnë për mënyrën e lehtë dhe pozitive se si do e shihni jetën. Ju të dashuruarit her pas here mund të tregoheni impulsiv, por do i kuptoni shpejt gabimet dhe do gjeni mënyrën e duhur për të rregulluar situatën. Ju beqarët do mërziteni duke kërkuar vazhdimisht dashurinë dhe do qëndroni disi pasiv. Megjithatë, në një ambient të zakonshëm, si një kafe, dikush do ju vështrojë nga larg me interes. Në punë do ju duhet më shumë këmbëngulje dhe vendosmëri për të arritur objektivat. Financat do jenë disi më të mbrojtura dhe do arrini të kryeni disa shpenzime që i kishit planifikuar. Shëndeti, gjendja do jetë e qëndrueshme, por shmangni shpërqendrimin dhe mungesën e përqendrimit. Këshilla, mos e kërkoni me ngulm dashurinë, ajo vjen shpesh kur nuk e pret. Gaforja. Sot do i shihni gjërat me larg pamësi dhe maturi, madje edhe më shumë se sa duhet. Për ju të dashuruarit, situatat do ecin më mirë nga sa i kishit parashikuar. Çdo moment do jetë harmonik dhe do merrni surpriza të veçanta nga partneri. Nëse ai ka gabuar më parë, do gjejë mënyrën më ideale për t'ju kërkuar falje. Ju beqarët do keni shumë dëshirë për të joshur dhe për të bërë ndryshime në jetën sentimentale, por yjet nuk do jenë ende në anën tuaj. Nevojitet pak më shumë durim. Në punë do përballeni me çdo situatë me optimizëm dhe do arsyetoni para se të veproni. Financat do jenë dukshëm më të mira, ndaj mund të guxoni edhe ndonjë shpenzim për kënaqësi personale. Shëndeti, do ndiheni mirë fizikisht dhe emocionalisht. Kujdes vetëm me lodhjen e tepërt. Këshilla, durimi do jetë aleati juaj më i madh sot. Luani. Dielli do ju sjellë humor të mirë dhe do ju rikthej optimizmin për jetën. Nëse jeni në një lidhje, shfrytëzojeni çdo çast që kaloni së bashku dhe mos bëni plane shumë afatgjata për momentin. Nëse keni pasur mosmarrëveshje, kërkoni falje fillimisht me një mesazh ose email, sepse do jetë më e lehtë për të hapur rrugën e komunikimit. Ju beqarët do takoheni rastësisht në një kafene me persona shumë të sjellshëm dhe gazmor, dhe shkëndijat e para të dashurisë do ndizen menjëherë. Në punë do jeni shumë aktiv dhe do arrini më tepër se sa objektivat që ju janë kërkuar.
Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni rreziqe. Ndihmën e të afërmve pranojeni pa hezitim. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por shmangni lodhjen e tepërt. Këshilla, komunikimi i qetë do zgjidh më shumë se sa përballjet e drejtpërdrejta. Virgjëresha. Sot do jeni të paqëndrueshëm në mendime dhe nuk do arrini të dalloni qartë të vërtetat nga gabimet. Në disa momente do keni edhe humor të keq. Për ju të dashuruarit, edhe pse tundimet do jenë të forta, do arrini t'i qëndroni besnik partnerit. Emocionet dhe kënaqësitë do jenë shumë intensive. Ju beqarët do keni disa takime mbreslënëse që do ua ndryshojnë jetën dhe do ju rikthejnë buzëqeshjen e munguar. Në punë do i konkretizoni planet që keni bërë dhe do ndiheni më të qetë. Buxheti do jetë delikat, pasi do shpenzoni pa menduar për të qetësuar ankthin e brendshëm. Shëndeti, ankthi dhe luhatjet emocionale mund t'ju shqetësojnë. Relaksi është i domosdoshëm. Këshilla, mos përdorni shpenzimet si mënyrë për të mbuluar shqetësimet emocionale. Peshorja. Për fatin tuaj të mirë, qetësia do mbizotërojë gjatë gjithë ditës në jetën tuaj. Nuk do përballeni me probleme apo vështirësi serioze dhe do ndiheni më të çliruar shpirtërisht. Nëse jeni në një lidhje, do përjetoni ndjesi shumë të forta dhe emocione të thella. Në disa momente do ju duket sikur nuk jeni në realitet, por në një botë të ndërtuar vetëm nga ndjenja pozitive. Buzëqeshja do ju shoqërojë pothuajse gjatë gjithë kohës. Ju beqarët do dashuroheni marrëzisht pas një personi, por do ju mungojë guximi për t'ia shprehur hapur ndjenjat. Kërkoni ndihmën e miqve të ngushtë, sepse ata mund t'ju japin një shtysë vendimtare. Në punë do përballeni me pasojat e disa zgjedhjeve që keni bërë në të kaluarën. Të ardhurat do fillojnë të dobësohen ndjeshëm, prandaj duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm me çdo shpenzim që do kryeni. Shëndeti, do ndiheni të qetë emocionalisht, por mos neglizhoni pushimin dhe gjumin e rregullt. Këshilla, mos e lini pas dore menaxhimin e financave, edhe kur gjithçka duket e qetë. Akrepi. Sot do jeni më të hapur dhe nuk do mbani më mëri për ato që keni kaluar më parë. Zemra do ju ndihet më e lehtë dhe më e qetë. Yjet do ju ndihmojnë të imase ju që jeni në një lidhje dhe do bëjnë që marrëdhënia me partnerin të bëhet edhe më e fortë dhe më e qëndrueshme. Ju beqarët do jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje dhe do realizoni njohje të jashtëzakonshme, të cilat mund të shënojnë fillimin e një etape të re në jetën tuaj sentimentale. Në punë, më në fund do i vini në praktik të gjitha planet që keni bërë prej kohësh dhe do arrini sukses të madh. Venusi do sjellë begati në sektorin financiar dhe gjendja do përmirësohet aq shumë sa edhe vetë do habiteni shëndeti, gjendja fizike dhe mendore do jetë shumë e mirë. Energjia do ju rikthehet. Këshilla, lëreni të shkuarën pas dhe fokusohuni tek mundësitë që po hapen para jush. Shigjetari. Yjet do ju bëjnë më të pasigurt gjatë kësaj dite dhe do e keni të vështirë t'i shprehni qartë ndjenjat dhe mendimet tuaja. Nëse jeni në një lidhje, do tregoheni të imase xheloz ndaj partnerit dhe situata në disa momente mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Kjo do e bëjë tjetrin të ndihet keq, por as vetë nuk do ndiheni të qetë. Ju beqarët do vazhdoni të mbeteni vetëm edhe sot dhe nuk do bëni asnjë përpjekje për ta ndryshuar situatën. Në planin profesional do privilegjoheni dhe do keni arritje të rëndësishme. Madje mund t'ju bëhet edhe një propozim për rritje në detyrë. Financat do përmirësohen ndjeshëm dhe fati do jetë në anën tuaj. Shëndeti, stresi emocional mund t'ju lodhë. Kujdesuni për qetësinë tuaj të brendshme. Këshilla, kontrolloni xhelozin dhe flisni hapur, pa akuza. Britsjapi. Sot do i keni mendimet shumë të qarta dhe do dini gjithmonë si të veproni. Do keni besim tek zgjedhjet tuaja dhe do ndiheni sikur fati është në duart tuaja. Ju të dashuruarit do tregoheni shumë të përkujdesur për partnerin dhe do ruani një marrëdhënie të ngrohtë dhe harmonike. Askush nuk do guxojë t'u aprish këtë ekuilibër. Ju beqarët duhet të mendoheni mirë para se të hidhni hapa të rëndësishëm, sepse vetëm kështu do shmangni shkënjimet. Në punë do filloni projekte interesante, por që do kërkojnë më shumë përkushtim dhe kohë.
Gjendja financiare, për fat të mirë, nuk do ketë as pak probleme shëndeti, do ndiheni të fortë dhe të qëndrueshëm, por shmangni lodhjen e tepërt. Këshilla, mos nxitoni, durimi do ju sjellë rezultatet më të mira. Ujori. Kjo ditë do jetë e mbushur me momente të bukura dhe pozitive. Marrëdhëniet me të gjithë do jenë të shkëlqyera. Nëse jeni në një lidhje, më në fund do rimerrni frymë lirisht pas një periudhe disi delikate. Çastet e lumtura do shumë fishohen. Ju beqarët gjithashtu do përjetoni ngjarje pozitive dhe zemra do filloj të rrahë më fort. Megjithatë, do ishte mirë që personat e rinj që do njihni t'i mbani fillimisht si miq dhe më pas të mendoni për diçka më serioze. Në punë do jeni të motivuar, të frymëzuar dhe plot energji. Çdo objektiv që do i vendosni vetes do mund të arrini. Financat do mbeten të pandryshuara, ndaj vazhdoni të tregoheni të kujdesshëm. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por mos e shpërdoroni pa mas. Këshilla, jepini kohë gjërave të reja për të zhvilluar natyrshëm. Peshqit. Saturni do ju bëjë të ndiheni të pasigurt dhe do ju vështirësoj shprehjen e mendimeve dhe ndjenjave. Nëse jeni në një lidhje, shmangni komandimin apo kritikat e vazhdueshme ndaj partnerit. Askush nuk është perfekt dhe të gjithë bëjmë gabime. Ju beqarët duhet të filloni të përzgjidhni me kujdes dhe të mos jeni më të shpërqendruar. Në punë do vazhdoni të hezitoni për të provuar gjëra të reja. Lëreni pas krenarinë dhe frikën, sepse vetëm kështu do ecni përpara. Financat nuk do jenë të shkëlqyera, por me pak për kujdes dhe ndihmë nga të afërmit do arrini ta kaloni ditën pa probleme serioze. Shëndeti, pasiguria dhe stresi mund t'ju ndikojnë emocionalisht. Kujdesuni për qetësinë mendore. Këshilla, besoni më shumë tek vetja dhe mos kini frikë nga ndryshimet. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.